kështu që nuk mund t'i shpëton dhe dot kësaj klime kriminale as Ervis Martinaj, sikurse edhe mjaft njerëz të tjerë që kanë qenë intelektual, su shkonte kur në mend që të përdori një fjalë të pistë, jo me të veprime të pista edhe akte kriminale, edhe ndjerje pistoletash e kallaçesh, edhe duke drejtuar njëri tjetrit e tjera me radhë. Por ja që faktikisht u pleksën dhe u futën në këtë rrugë të krimit. Politika e mbrapsht e viteve 1990 edhe deri në vitin 2013, se vazhdoi gjatë kjo punë, u ndërprej një farë kohe 97 deri në 2009 afërsisht, por që në 2008, pastaj në 2008 shpërtheu prapë më keq s'ka ku të vej, kam parasysh këtu Gërdecin, që për të vjedhur domethënë i dogjën njerëzit gjalli, kam parasysh pastaj ato vrasjet, bulevardet e tjera, pra deri në vitin 2013 në Shqipëri ka sunduar krimi, ka sunduar bandat kriminale, ka sunduar vrasjet me pagesë dhe të gjitha këto e bën shoqërinë tonë ujk dhe kush duhet të jetë i fortë që të hajë ujkun për të siguruar pasurinë, për të siguruar influenca, për të siguruar autoritet në pikpamje që të mos prekem unë edhe kur vjes, edhe kur korruptoj dike, edhe kur bëj korrupsion, madje edhe kur bëj vrasje. Sepse i blej gjitha, blej dhe drejtsin e tjera me radhë. Kështu që Ervis Martinaj është subjekt, duam ta pranojmë, i kësaj klime edhe përjedhoj dhe ai sa për të mbijetuar, sa për të jetuar shumë herë më mirë nga gjithë të tjerët, i duheshin që përdorte të gjitha llojet e armëve, edhe bota e krimit i duhej, dhe ai gjitha këto faktikisht i ka kaluar këto procese edhe ka rënë pre e një numri të konsiderueshëm krimesh edhe në fushën domethënë e jetës ndaj njeriu, por edhe në fusha të tjera të pasurisë, të parave që ka vendosur, të bizneseve, të pista, apo diku edhe të mira që ka kaluar në përduar e të tjera me radhë.